Tani e ka radhën vajza e Skraparit, që do të arrijë çdo kush Tiranën me profesionin, por edhe me pasionin e saj. Jam Nilsa Rusi, jam 19 vjeç, vi nga Skrapari dhe jetoj në Tiranë. Në Skrapar ka nisur pasioni im për muzikën. Prindrit më kanë mbështetur që në fillimet e mia. Me ardhjen në Tiranë i dhash vetes shtys për ta vazhduar këtë pasion që kisha. Megjithëse unë vazhdova të ndjek rrugën e shkencave eksakte, pasi studioj për informatik, nuk mund ta lija pas pasionin tim për muzikën dhe prandaj jam këtu sot që të arrij ato qëllime që i kam vënë vetes që fëmi. Por nëse gjithçka nuk ecën ashtu siç unë kam dashur apo kam ndruar, nuk do të thotë që do më stopohet gjithçka këtu. Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. Lose all my senses is just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, oops, you think I'm in love, got time from above. I'm not that innocent. See, my problem is this, I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the day, you see I'm a fool in so many ways, 'cause to lose all my senses is just so typically me. Oops, I did it again, I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, oops, you think I'm in love, got time from above. I'm not that in. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Ooh, baby, oops, you think I'm in love, got time from above. I'm not that innocent. Si të quaj? Nilsa. Nilsa? Shumë emër original. Nilsa, e ke zërin si një kristal. Si një kristal të çpon, të mbrin drejt në zemër. E ke intonacionin e pastër. Edhe më pëlqeve kur u ktheva gjithkohë sytë mbyllura, e përqendruar, jo vetëm në intonacion, në trille, në teknik, por edhe në anën shpirtërore. Dhe mua më mbrite, e vërtet, ashtu e sinqert, ashtu si të shikoj, si që je e bardh, si kristali, e bukur. Do vish me mua? Kja të mbëlsin që thot Elsa, ajo mbëlsia e zërit tënd, ajo që të bën për vete, ata zëra që në ditët e sotme janë shumë modern, shumë të dëgjuar, janë zëra që nuk të tensionojnë, janë zëra që të qetësojnë, kënaqesh një gjën me ëndje, edhe shetit me trua, ashtu, sa qef. Kështu që do vish të punojmë bashkë. Shkoj me Ilsën. Ik! Hajde, shumë faleminderit, bravo, shumë e mirë, bravo. Nëse takohet, po ky ti nuk e di çka ka thonë? E di çka ka thënë. Më zgënjeu, nuk e prisja vitin. Nëse po siç e lam bash, natyrisht që në rast fitore, sa shishe raki Skrapare do më sjellësh ti mua? Ta shohim, sa do jeti. Si moj ta shohim? Ta shohim se po. U kthyen 2-3 herë, diçka ka pasur të bëjë. Po dy shishe pra. Dy shishe, raki Skrapare, jeni ftuar në shtëpinë time. Shumë ka të dashur, faleminderit shumë.